Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Përplasje ndodhën sërish në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Fier mes këshilltarëve socialist dhe kryetarit të ri Melsi Bogdani duke debatuar për rendin e ditës dhe taksën e infrastrukturës. Edhe mbledhja e këtij muaji e Këshillit Bashkiak të Fierit nuk ka kaluar pa fërkime mes kryetarit të ri të Këshillit Bashkiak Melsi Bogdani dhe këshilltarëve socialist. 2 nga 16 pikat e rendit të ditës kanë shkaktuar debate, ulja e taksës së infrastrukturës për ndërtuesit nga 7 në 4% dhe dhënia e një zyre Partisë Socialdemokrate, pjesë e koalicionit qeveritar. Në lidhje me rishikimin e taksës në infrastrukturë, nis me një grup i këshilltarësh dhe propozuar nga një grup ndërtuesish, Bogdani bëri me dije se nuk mund të hynte në rendite pasi pritej përgjigje nga Subashi, i cili nuk ka reaguar dhe sipas ligjit ka një afat 20 ditor për të shprehur ndaj është shtyrë për mbledhjen e ardhshme. Këshilltari socialist Gëzim Hajdari kërkoi të futeshin në rendite 2 projekt vendime, infrastruktura e plazhit të Semanit dhe Sport Klub Apollonia, i cili ka rënë në kategorinë e 3. Fakti që klubi Apollonia e Fierit ka rënë në kategorinë 3. Nuk e di habitëm domethënë se si kalohet në heshtje, kjo dhe nuk kalon në rendin e ditës se duhet patjetër që të zgjidhet ky problem në mënyrë institucionale, sepse është e pafalshme që një qytet i tillë si Fieri për herë të parë zbret kategorinë e 3. Në lidhje me këtë problematik ka reaguar dhe këshilltari Arben Çuko, i cili kërkoi interpelancë me pronarin e klubit Koço Kokdhima. Në mbledhjen e kryesisë ne diskutuam për klubin e sportit Apollonia dhe për zotin Kokdhima, nëse ka hapësirë ligjore, do të ishte mirë sot në mbledhjen e Këshillit, e kemi vënë re mungesën e kryetarit për bën disa mbledhje që vjen tjetër i pranishëm, do të ishte mirë të ishte edhe këtu sot. Kemi ngritur problematikat dhe më përpara ne kemi kërkuar edhe si grup për ardhin e zotit Kokdhima në një interpelancë. Nëse ka hapësira ligjore, zoti Hajdari me Antonetën së bashku mund ta shikojmë se në çfarë situate çoi Koço Kokdhima ekipin Apollonia. Një tjetër kërkesë ka qenë propozimi i këshilltarit Arben Çuko për ndaljen e praktikës së grumbullimit të mbetjeve në inceneratorin e Fierit në Verri, pasi çdo bashki duhet t'i menaxhojë mbetjet individualisht. Falsifikuan vendimet e gjykatave shqiptare dhe greke pas një vendimi të një gjykate greke për divorc. Vjen në hetim avokatja dhe përkthyesja në Fier. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka dërguar për gjykim një avokate dhe një përkthyese, të dyshuara për veprën penale falsifikimit dokumenteve kryer në bashkëpunim sipas nenit 186 fraksion 2 të kodit penal. Hetimet për procedimin penal numër 857 të vitit 2025 kanë zbuluar se më 29 maj 2025 në zyrën e gjendjes civile në Bashkinë Fier është depozituar përmes postës një vendim gjyqësor i dyshuar si i falsifikuar i gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë i datës 12 shkurt 2025, me kërkesë për njohjen dhe zbatimin në Shqipëri të një vendimi të një gjykate greke për divorc. Sipas prokurorisë, pas verifikimeve rezultoi se dokumentet e paraqitura si vendimi shqiptar, ashtu dhe ai i gjykatës greke ishin të falsifikuara. Hetimet tregojnë se dokumentet janë dërguar nga shtetaset AK dhe AM, të cilat janë paraqitur disa herë në zyrën e gjendjes civile për të ndjekur procedurat. Po ashtu, njëra prej tyre AM, në cilësinë e saj si njose e ligjit, dyshohet se ka tentuar të ndikojë në regjistrimin e vendimeve pranë administratës civile. Sipas dosjes hetimore, AK në bashkëpunim me avokaten AM, dyshohet se ka falsifikuar dhe përdorur dokumentet gjyqësore për të realizuar një divorc të rrem të shtetasit FH, si dhe për të sajuar më pas njohjen e tij në Shqipëri. Qëllimi i dyshuar sipas hetimeve ka qenë lidhja një martese të re ligjore me të njëjtin shtetas, me të cilin ishte edhe në një lidhje intime. Prokuroria e Fierit thekson se mbetet e angazhuar për garantimin e ligjshmërisë në administrimin e dokumenteve zyrtare dhe parandalimin e veprimeve të falsifikimit në institucionet publike. Mbi 245.000 shqiptar janë në varfëri të skajshme. Instat tregon se 10% e popullsisë përballet me vështirësi ekstreme jetese. Në Shqipëri, mbi 245.000 qytetarë jetojnë në varfëri të skajshme dhe përballen çdo ditë me vështirësi të mëdha ekonomike, sipas të dhënave të fundit të Instat, të rishikuara pas censit të popullsisë 2023.
Sipas anketës së të ardhurave dhe nivelit të jetesës, rreth 10.2% e familjeve deklarojnë se e sigurojnë jetesën me shumë vështirësi në vitin 2024. Ky tregues shënon një rënje nga 18% që ishte në vitin 2021, por Instat thekson se kjo nuk lidhet domosdoshmërisht me përmirësimin real të kushteve të jetesës, por me kalibrimin e të dhënave sipas strukturës së re demografike të censit. Në total bëhet fjalë për rreth 245.015 individ që klasifikohen si në varfëri të skajshme, të cilët përballen me mungesë të theksuar të ardhurave dhe pamundësi kursimi. Të dhënat tregojnë se kjo stres ka vështirësi serioze në përballimin e shpenzimeve të papritura, si emergjencat shëndetësore apo riparimet bazike të banesës. Po ashtu, familjet e këtij grupi raportojnë vonesa të përsëritura në pagesën e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe qiras, duke jetuar me rrezikun e ndërprerjes së shërbimeve bazë. Varfëria e skajshme ndikon edhe në ushqyerje, ku shumë familje nuk arrin të konsumojnë rregullisht proteina si mish apo peshk, si dhe përballen me pamundësi për ngrohje të mjaftueshme gjatë muajve të dimrit. Gjithashtu, për shumë prej tyre është e vështirë të sigurojnë pajisje bazë elektroshtëpiake si lavatriçe apo frigorifer funksional. Instat thekson se kjo stres kërkon ndërhyrje të targetuara sociale, pasi rritja e përgjithshme ekonomike nuk po përkthehet në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët. Në Fier u shfaq me sukses komedia Klinika e Bukurisë. Përmes humorit, aktorët ironizojnë rastet e shpeshta që ndodhin në klinikat estetike. Teatri Bylis në Fier është kthyer për një mbrëmje në një klinik të mbushur me humor, situata absurde dhe të qeshura pafund. Komedia Klinika e Bukurisë me regji të Andja Xhunga dhe me një kast aktorësh të njohur si Julian Deda, Rudina Dembaçaj, Gent Zenela e të tjerë, ka emocionuar për rreth 1 orë 30 minuta publikun fierak me skenave komike që shkaktonin të qeshura të vazhdueshme në sallë. Në qendër të ngjarjes është një kirurg estetik pa skrupuj, sekretarja e tij mashtruese dhe një doktor riparimesh, të cilët krijojnë kaos në një klinik ku bukuria premtohet me ulje dhe pa limite. Ndërsa klientët ekscentrik kërkojnë transformime absurde, një gazetare investigative futet fshehurazi për të zbuluar të vërtetën që fshihet pas kësaj klinike estetike. Shfaqja vjen si një farsë moderne plot keqkuptime, skandale dhe situata të çmendura, ku gjithçka del jashtë kontrollit. Përmes humorit, aktorët ironizojnë rastet ekstreme që ndodhin rëndom në klinikat estetike dhe ndikimin që kanë rrjetet sociale në mënyrën si njerëzit perceptojnë bukurinë. Personazhi është një nga ato personazhe që ne shohim çdo ditë, po themi, i thrasim në shtëpi, na rregulluar ato gjërat, pra janë ato personazhe që gjithçka bërës, i bëjnë ato. E ke gjithmonë nëpër këmbë një personazh, çdo institucion e ka, çdo, po them, biznes e ka një personazh tillë që e ka aty për ti ashtu për t'i bërë punët. Është një personazh për mua është interesant, unë e kam pëlqyer shumë si personazh që në fillim, edhe si thosh se më jep dorë edhe për, po them, për të improvizuar apo për të bërë gjëra që unë kam në kokën time për t'i bërë. Këtu mashtrimi është bërë, si thosh, është bërë sport. Dhe kjo është për të ardhur keq në një vend vogël si Shqipëria, që ka kaq pak banor dhe kaq shumë njihemi me njëri tjetrin, të lodrojnë kaq shumë mashtrime dhe jo vetëm në këtë kohë, po historikisht ne sigur na pëlqen të mashtrohemi dhe shkojmë gjithmonë aty ku ne paguajmë dhe mashtrohemi. Kjo është logjika. Dhe shpresoj që mesazhi është, mesazhi të jetë të çuar te publiku që të gjithë të hapin syt. Mos i shpenzojnë ato lekë që fitojnë me diesën e ballit, i hedhin kot. Te ca njerëz që mbase janë profesionistë, mbase janë kompetent për gjën e duhur dhe kështu me radhë. Është emocion shumë i madh ardhja në Fier, nuk është hera parë që unë kam një premier në Fier dhe kam shumë kënaqësi gjithmonë. Publiku është shumë mikpritës, mesazhi i shfaqjes është që tani, sidomos në kohën e internetit, të informohemi sa më mirë në çdo vend ku shërbehet, sidomos shërbime mjekësore etj. Publiku e priti shumë mirë, është një shfaqje që komunikon, është një shfaqje që lajmet për këto lloj zanatesh flasin nëpër media, me ndërhyrje të gabuara, me materiale të gabuara, kështu që në Shqipëri është në vendin e vet. Kjo është një shfaqje që mund të rri kudo, po në Shqipëri sidomos me këto që ne lexojmë lart e poshtë nëpër media, rri shumë mirë. Publiku fierak e ka duar trokitur gjatë komedin, ndërsa organizatorët bëjnë me dije se Klinika e Bukurisë do të vijojë të shfaqet edhe në ditët në vijim në skenën e Teatrit Bylis për të vazhduar më pas me një tur në disa qytete të vendit. Gjendet thesari i drogës i Messina Denaros, ish-bosit të Cosa Nostras. Sekuestrohen mbi 250 milion euro në operacionin ndërkombëtar antimafia.
Në një operacion të gjerë ndërkombëtar, autoritetet italiane kanë zbuluar dhe sekuestruar një pasuri që dyshohet se i përket rrjetit financiar të ish kreu të mafias Matteo Messina Denaro, i njohur si thesari drogës, i ndarë në disa vende dhe i fshehur për dekada në struktura komplekse kompanish. Sipas antimafias, bëhet fjalë për një shumë mbi 200 milion euro. Ndërsa deri tani sekuestrimi total i aseteve, kompanive, titujve, pasurive të paluajtshme dhe parave të gatshme ka arritur rreth 250 milion euro. Operacioni është koordinuar nga Drejtoria Rajonale Antimafia në Palermo dhe është thirrur njëkohësisht në Itali, Andorra, Gibraltar, Ishujt Kajman, Luksemburg, Monaco, Zvicër dhe Spanjë, ku janë zhvilluar edhe kontrolle në qytete si Malaga, Marbella, Benahavis dhe Puerto Banus. Hetuesit dyshojnë se këto fonde janë krijuar nga trafiku i drogës që nga vitet 1980 dhe më pas janë riinvestuar në kompani të ndryshme brenda dhe jashtë Italisë përmes skemave financiare offshore. 3 persona janë arrestuar në akuzën e përdorimit të ardhurave me origjinë të palishme dhe ndihmë ndaj organizatës mafioze. Prokurorët antimafia theksojnë se hetimet vazhdojnë pasi besohet se kjo është vetëm një pjesë e pasurisë së fshehur të Cosa Nostrës. Sipas autoriteteve italiane, edhe pas vdekjes së Messina Denaros në shtator 2023, rrjetet financiare të krijuara prej tij vazhdojnë të gjurmohen në një nga operacionet më të mëdha kundër pastrimit të parave në vitet e fundit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.